Fillojmë me çështjen tjetër trendit ditës. Është projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 83/78, datë 22/7/1998, Kodi rrugor i Republikës Shqipërisë i ndryshuar. Jemi komision përgjegjës. Relator do të jetë kolegu Ani Dyrmishi. Është nisë me deputetit Erald Kapri. Nga Ministria e Punëve të Brendshme, sot kemi prezent Komisioni e Ligjeve zotin Xhemal Qefalia, zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme. Në fakt mirë ka bërë që s'ka ardhur ky i drejtorisë juridike, se zoti Qefalia është edhe deputet i vjetër, por është edhe jurist. Kështu që ka mundësinë t'i bëj të dyja sot. Nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë s'kemi përfaqësues. Tani nismën e zotit Kapri e kemi mbi tryezë, por për mërgjër ku konsistojnë ndryshimet që zoti Kapri propozon për tek Kodi rrugor i Republikës Shqipërisë të ndryshuar, unë do t'ja kaloj fjalën deputetit Erald Kapri të bëj prezantimin e nismës. Tani është radha, fjala është për ju, zoti Kapri. Nuk e kuptoj pse ishte aq e vështirë fjala zoti Manja për ta marrë pak më përpara, sepse citua disa herë rregulloren, e kërkova për procedurë, dhe më thatë madje që u dashka marrë edhe leje para se të vija në këtë komision. Tani është e lehtë të flasësh për rregullore, zoti Manja, po është e vështirë të përgjigjesh realitetit edhe sjelljes politike. Tani e kërkova fjalën për procedurë, çfarë? Për një arsye shumë të thjeshtë. Ju e përmendët rregulloren e re të parlamentit, që u miratua pak më përpara, si madje edhe si një mundësi hapësire për opozitën, ndërkohë që ju vazhdoni dhe veproni sikur keni në dorë një kamzhik politik edhe godisni këto që s'u pëlqen juve. Sot jeni mbledhur në pikë të sabahut vetëm me antarët e Partisë Socialiste në këshillin në sekretariatin e etikës me 3 veta dhe morët një vendim maksimal për përjashtim 30 ditë. Kryetari në një partie politike që ka marrë votbesimin e 50.000 njerëzve. Dënimin maksimal. Tani e kam me ju, zoti kryetar. Të presim sa të vi. S'ka rëndësi, dorim. S'ka kuptim të vazhdojmë. Po e kisha me kryetarin unë, se s'puna për të mbledhja. Mirë, dakor, kur vija i e kthe atje, atëra, me që s'është kryetari këtë telefon, po e kthem të nisma atëra. Atëre, si që jeni në dieni, para 9 muajsh, Ministria e Brendshme, me një vendim antikushtetues, vendosi që të kufizoj lëvizshmërinë e mjeteve elektrike që cilësohen, pra që njihen kryesisht si monopatina. Udhëzimi jo vetëm që ishte antikushtetues sepse kufizonte lirinë dhe të drejtat e qytetarëve, por ishte edhe i paqartë dhe u kthye në një kakofoni të jashtëzakonshme për zbatimin e tij dhe policia e shtetit u turr për muaj shtetër duke sekuestruar me mira monopatina elektrike. Sipas njoftimit të tyre zyrtari te kaluar 2000 dhe duke sjellë edhe probleme të tjera të cilat nuk u kthyen mbrapsht këto monopatina dhe duke u sjell një problem të madh të sigurisë juridike, të veprimtarisë të tyre të përditshme të këtyre të rinjve. Për ta vazhduar pak më vonë këtë pjesë, zoti Manja, se përfundova mendimin se ikët në telefon, do ta përfundoj mendimin në fjalës parë. Pra, jem mbledhur sot në pikë të sabahut, në shkelje të rregullores, vetëm me 3 antar, ndërkohë që rregulloria e re kërkon të jenë 6 antar, të cilët nuk janë, dhe more një vendim prej prokurorit politik duke përjashtuar kryetarin e një partie politike për 30 ditë, vendim maksimal. Ku është parë kjo gjë? Pra, si mundet që të dënosh
me vendim maksimal kryetarin e një partie politike të zgjedhur, kur ndërkohë ishte dëshmitar se çfarë ndodhi në parlament. E pati ju çfarë bëri ministri i financave, se që i tha maskara ministrit ishte për shkak të reagimit të tij. Të lutem kontrollo gjuhën. Po për shkak se gjuhë pra u përjashtua. A ka mundësi, të lutem. Ore, fol, sa të dush, jo 30 sekonda, fol sa të dush. Problemi është, unë nuk kam nevojë ti përsërisësh këto se ti nuk je magnetofon. Je rob i gjallë. I kam gjuhën këta dhe në seancë plenare dhe i kam gjuhën dhe në mbledhjen e mëngjesit sot. Tani, fol mba qëndrimin tonë çka ke për të mbajtë, këtu në fakt ka ardhur për nismën, jo, fjalorin jo. Nuk ka nevojë të mi përsërisësh më këtu se çfarë ka thënë ai atje. Lutem shumë. Mba qëndrimin tënd politik, fol pastaj fol. Unë e thash në kontekst. Ore. Po pra mbaroje. Okej, po jo s'është nevojë të përsërisësh një ditë fjalor. Ishe vetë prezent në sallë. Doli ministri i financave në mënyrë të paramenduar e i sjell listën e kompanisë së familjarëve të afërmëve të vet dhe duke e shantazhuar. Po çfarë është kjo? Ndërkohë, po të kujtoj ju personalisht ku miratuat faljen e gjobave, amnistin fiskale, 2 miliard euro, e ndaluat me ligj që kompanit nuk bëhen publike. Ndërkohë që del ministri i financave, merr kompanit i bën publike aty, bën dhe shantazh në emër të familjarëve. Çfarë është kjo? Kjo është më keq se prokurori politike. Ky është shantazh politik. Është shumë i rëndë. Edhe ju çfarë bëni, nuk mbani asnjë qendrim për ministrin që meriton më shumë se që tha ai në parlament dhe merren me pasoja. Pse nuk mbani asnjë qendrim ju për ministrin që del aty dhe shantazhon? Do të marr, sepse kjo është prokurori politik, lutem tani. I lutem zoti Kapri. Po e mbaroj tani Zoti Kapri. Pra, zotëria juaj, zoti Manja, asaj një prokurori politik dhe është turshme. Ju përjashtojnë deputetët kështu. Është turshme. Është turshme. Si merr këtë të guxim përjashton njerëz që janë votuar nga njerëzit. Si merr këtë guxim? Mikrofonin hapur. Mos tham. Lutem. E ke bërë detyrën ndaj zotit Shehaj. Po ngjoh mu tani. Po jo, nëse ti nuk kthesh tek projekt ligji, do të kaloj direkt në votim. Pa e prezantuar fare. Fare hiç. Direkt në votim. Kush është atërës për nismën që ka sjell për kodin rrugor me qenë se nuk don të shprehet zoti Kapri, zoti Qefalia, ç'mendim keni ju për nismën? Po. Të lutem zotja Çavushi, a ka mundësi të mbledhësh rehat? Faleminderit zoti kryetar. Ç'mendim keni për nismën? Ne jemi njohur me nismën e bërë nga deputeti Kapri, edhe në komisionet tjera dhe e kemi bërë në dieni zotin Kapri, me këtë rast vëm në dieni edhe komisionin tuaj të nderuar, që Ministria e Punëve të Brendshme është duke hartuar ose më saktë ka përfunduar hartimin e draftit për ndërhyrjet në kodin e ri rrugor. Në këtë këndvështrim mendoj që është shumë e rëndë kjo, është shumë e rëndë. I pret fjalën deputetit është shumë e rëndë. Si prokuror politik, është shumë e rëndë urtësi, është shumë e rëndë. Prokurori politike është e rëndë. Është e rëndë. A ka mundësi të vazhdosh rrugën se je shumë i rritur për të treguar koshën mu? Ja marrë që vista e di që do të letë përgjigje. Morë tani, i tani komunal, nga garaj, ato rrugën prokuror politik, si Bishinski ti. Jo më se kisha fik mikrofonin. Zoti Qefalia, mund të vazhdoni. Siç po u thoja zoti kryetar, e kemi informuar deputetin në fjalë lidhur me mundësinë që i është krijuar edhe vetë deputetit, por edhe ndoshta edhe anëtarëve të tjerë të komisionit nëse do ketë kur të vi drafti, pasi Ministria e Punëve të Brendshme e ka përgatitur draftin dhe e ka gati për ta hedhur në konsultim publik. Besoj që mendimi i deputetit në fjalë, por edhe i deputetëve të tjerë të cilët do marrin pjesë në diskutimin e kodit rrugor, besoj do ta përmirësoj kodin. Sjell në vëmendje të atyre që na dëgjojnë që kodi është një ligj i cili kërkon patjetër dhe votat e opozitës. Dhe shpresoj që edhe mendimit e zotit Kapri, por edhe deputetëve të tjerë të opozitës të bëhen të gjithë bashkë që të kemi një kod rrugor funksional.
Dhe së fundi sjell në vëmendjen tuaj që Kodi rrugor vërtet ka pësuar ndryshimet her pas hershme, madje edhe në vitin 2023, edhe me votat e opozitës, me 110 vota, gjë për cilën shpresoj që këto votat merren sërish sapo të vi me ndryshimet përkatëse. Faleminderit. Po faleminderit. Në fakt ne jemi komision përgjegjës në shqyrtimin e kësaj nisme. Fakti që nismëtari nuk dëshiron dhe as ta prezantonte në fakt nismën e vetë që kështë depozituar në kuvend. Kjo nisëm ka kaluar dhe në komisionin, 2 komisione tjera ka qenë për dhënie mendimi, ka kaluar në 2 komisionet e tjera për dhënie mendimi dhe të 2 komisionet e tjera kanë sugjeruar rrëzimin e nismës në parim, për arsye se nga sa parashtroi zoti Qefalia si zëvendës ministër i punëve të brendshme, do të ketë një reflektim të disa ndryshimeve në kodin rrugor nga ana e vet qeverisë, ku natyrisht mund të gjenë reflektime dhe një pjesë e sugjerimeve që ka nisma e deputetit Kapri. Kështu që unë, kur nisma rrëzohet në parim sipas rregullores kuvendit, nuk vazhdon diskutimi pra shqyrtimi dhe miratimi nen për nen, por diskutimi në lidhje me vendimin e komisionit spostohet në seancë plenare, dhe nëse seanca plenare do të vendos ndryshe nga çfarë do të vendos komisioni, natyrisht ne pastaj jemi të detyruar ta rifillojmë shqyrtimin e nismës për miratimin nen për nen më pas tërësi. Ndaj unë do t'ju propozoja rrëzimin e kësaj nisme në parim. Kush është pro kësaj nisme? Jo, ju lutem. Një pro, kush është kundër? 7 kundër. Rrëzohet në parim nisma e deputetit Eral. Nisma e deputetit Eralt Kapri dhe materiali, pra raporti, sbashku edhe me vendimin e komisionit, i për cilët seancës plenare për mendim. Ndërkohë, ne kalojmë përsëri në shqyrtimin e një projekt ligji për disa shtesa në ligjin 8378, datë 22/7/98, Kodi rrugor i Republikës Shqipërisë i ndryshuar. Komision përgjegjës jemi. Zoti Ani Dyrmishi është relator në emër të komisionit. Është nismë me deputetit Partisë Demokratike, zotit Kliti Hoti. E ftoj deputetin Hoti të zërë vend në tryezën e komisionit për të bërë parashtrimin e nismës. Nga Ministria e Brendshme do t'jetë deputeti, do t'jetë zëvendës ministri Xhemal Qefalia që do shprehet në lidhje me nismën e kolegut Hoti, dhe është zoti Dakavelli, drejtoria juridike, dhe nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë kemi zotin Nikolin Bërgjiku, përgjegjës i sektorit sigurisë rrugore. Zoti Hoti, mirë se erdhët në komisionin për çështjet ligjore dhe administratën publike. Kënaqësi që ju kemi sot në komision. Kjo tryezë e nderuar e komisionit ligjeve dhe kolegët e mi janë të interesuar të dinë se ku konsistojnë ndryshimet që ju keni propozuar në kodin rrugor dhe cilat kanë qenë arsyet se që e keni depozituar këtë nisëm. Më pas do të shprehet relatori zoti Dyrmishi në emër të komisionit, por sigurisht edhe zëvendës ministri i punëve të brendshme zoti Qefalia do mbajë qëndrimin në emër të qeverisë. Fjala është për ju.